Pse zogjt kanë humbur dhëmbët? Zogjt i humbën dhëmbët rreth 116 milion vjet më parë. Ky është hulumtimi i kryer nga një ekip shkencëtarësh të Universitetit të Kalifornisë Riverside dhe Universiteti Shtetëror Montclair, të cilët kanë zbuluar se gjenet që lidhen me dhëmbët u aktivizuan mbi 100 milion vjet më parë te paraardhësi i përbashkët i të gjithë zogjve. Një proces i ngjashëm ndodhi edhe tek breshkat, madje edhe te shumë lloj gjitarësh, si për shembull balenat apo pangolinët. Zogjt modern përdorin sqepin e përkulur në vend të dhëmbëve dhe një pjesë e traktit tretë të tyre bluan dhe përpunon ushqimin e gëlltitur. Formimi i dhëmbëve tek vertebrorët është një proces i ndërlikuar që përfshin shumë gjene të ndryshme. Midis tyre, 6 janë ata më thelbësorët për formimin e duhur të dentinës dhe të zmaltit. Studiuesit shqyrtuan këto 6 gjene në gjenomën e 48 specieve të zogjve, që përfaqësojnë pothuajse të gjitha rendet e gjalla të zogjve, duke kërkuar pra mutacionin që aktivizoi këto gjene dhe që janë të përbashkëta në të gjitha llojet e specieve. Rezultatet e analizave treguan se që të gjitha speciet psuan një mutacion të përbashkët dhe njëkohësisht, si në gjenet e dentinës, po ashtu edhe të zmaltit. Prania e disa mutacioneve të përbashkëta që nuk janë aktivizuar nga 48 llojet e shpendëve vërtetojnë se mbulesa e jashtme e zmaltit të dhëmbëve ka humbur rreth 116 milion vjet më parë, shkruajnë shkencëtarët. Dhe pyetja është, kush ndërhyri në këtë mutacion dhe pse e bëri? Ju, çfarë mendimi keni?